Ish shefi i zbulimit ushtarak Goran Sofevski është gjetur i vdekur në Kërçov. Sipas hetimeve të para në vendin e ngjarjes nga ekipet policore dhe prokurori publik, është konstatuar se në trupin e 44 vjeçarit Sofevski nuk janë gjetur shenja dhune. Trupi i tij pa jetë është gjetur në orët e hershme të mëngjesit, pasi mbrëm vonë familjari i tij kishte njoftuar për zhdukjen e Sofevskit. Edhe pse hetimet e para tregojnë se vdekja ka qenë e natyrshme, rezultatet e obduksionit do ta thonë fjalën e fundit. Nga sektori i punëve të brendshme në Ohër thonë se në afërsitë e trupit të pajetë të ish shefit të zbulimit ushtarak nuk janë gjetur gjurmë nga ndonjë person tjetër. Sofevski një ditë më parë është nisur për në Gjueti në Kërçov, por pasi nuk është kthyer në shtëpi, kushëriri i tij e ka lajmëruar në stacionin policor si të zhdukur. Goran Sofevski ishte ish shef i zbulimit dhe funksionar në shërbimin ushtarak për siguri dhe kundër zbulim, ndërsa njihet për kritikat e vazhdueshme ndaj pushtetit në fushën e sigurisë, ushtrisë dhe zbulimit. Së fundmi ai ka punuar në komandën operative të Armatës së Republikës së Maqedonisë në Kumanov.